Ti je personi më i mirë që kam njohur, shoku më i mirë që se kam takuar kur. Unë shpresoj të të shoh dhe e pyes veten se a do më buzëqesh. Mendimi më rën qef. Ti më the të takoja tek burimi. Për atë ditë, unë shpresoj dhe lutem se mund të shoh përmes turmës dhe asnjë melek të mos më pengoj kur vrapoj me shpejtësi të madhe. Unë shpresoj që të më njohësh se jam unë. Do të futem në turmë me sahabët që të më shohësh. Do ta mund etjen ta shuaj atë nga dora jote dhe deri në atë ditë, unë do të lutem. Do të qëndroj dhe do të lutem, sikur se këmbët e mia janë duke mbajtur tokën të mos ndahet. Nëse arri, do të qaj nga mendimi se do të shoh, sepse e di se fjalët që i kam lexuar nga disa fleta të holla nuk arrin ta përshkruajnë zërin, erën, prekjen dhe fytyrën tënde si duhet. Muhammed, i biri Abdullahut, në 3D ose në çfarëdo dimensioni tjetër që na e sjell bota tjetër, do të jetë jashtë kufive të shqisave. Do të dashurohem në hijen tënde dhe do t'i tregoj Aliut se përshkrimi i tij nuk ishte i mjaftueshëm dhe do t'i tregoj nënës sime Aishës se e kemi dëgjuar me 10 herë ngjarjen e saj se si ti u largove nga kjo botë, duke u mbështetur në qoksin e saj dhe qanin se të cilën herë që e dëgjoj. Nuk ishte fatkeqësi që e vuani më shumë se sa që vuajtëm kur shpirtrat na u veshën me mish, duke hyrë në një botë që dele. Ana një ende qielli. Ana një ende qielli. Dhe do të ulesh ana hinë e buzëqeshjes tënde dhe do të pyesja për jetën tënde direkt nga goja jote, duke pirë zengjebil të ftohtë bashk, dhe do të isha tmerrsisht i turpëruar nëse të më pyesje për time. Sepse s'kam bërë kur diçka të duhur, përpos duke të dashur ty. Dhe pastaj, nëse të më lejoje, do të vdesja për një përshafjem.